lavdi. Në 1 minutë heshtje në nderim të dëshmorëve të rënë dhe me tingujt e himnit kombëtar shqiptar, në kalan e qendresës në Selltë është përkujtuar 25 vjetori i krismave të para të luftës së vitit 2001. Në këtë vend simbolik të qendresës shqiptare, u mblodhen ish luftëtar, familjar të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, si dhe banor të shumë nga fshatrat e malësisë së Sharrit dhe qytete të ndryshme të vendit, për të nderuar sakrificën e atyre që dhanë jetën për liri. Pjesëmarrësit në këtë përvjetor kujtuan jo vetëm betejat dhe përpjekjet e luftëtarëve, por edhe sakrificën e familjeve që humbën më të dashurit e tyre gjatë kësaj periudhe. Ish komandanti i brigadës 112 Mujdin Aliu Hazbilika tha se lufta e vitit 2001 përfaqëson një moment historik që sipas tij ndryshoi rrjedhën e zhvillimeve politike për shqiptarët në vend. Ai theksoi se përpjekja dhe organizimi i luftëtarëve të UÇK-s çoi drejt një procesi që më vonë u kurorëzua me arritjen e marrëveshjes së Ohrit. Atëherë, gjithë e mbaj mend vitin 2001, ka qenë një vit kur pa hezitim të gjitha shtresat, të gjithë grupet, të gjithë njerëzit që kishin dashuri për këtë vend, u mblodhen dhe vendosën që të përballen dhe të kundërshtojnë regjimin e atëhershëm. Dhe si rezultat i gjithë asaj përpjekje, u arrit që nëpërmjet rreshtimit në ushtrinë çlirimtare kombëtare dhe nëpërmjet zgjerimit të kësaj ushtrie deri në kufit më të largët ku banojnë shqiptarët në Maqedoni, arriti që me veprimtari, qoftë diplomatike dhe ushtarake, të kurorëzoj një fitore e cila u manifestua dhe u nënshkrujt me një marrëveshje e cila është marrëveshje e Ohrit. Për fat të keq, gjatë gjithë procesit pas lufte, jo gjithçka ka shku ashtu siç duhet, por ka një gjë të mirë, sepse ajo marrëveshje në themelin e saj e ka gjakun e dëshmorëve. Dhe ai gjak për ne duhet të jetë udhërrëfyes se si duhet të vazhdojmë në të ardhmen. Andaj, asnjëherë nuk mund të themi se sot ka përfundu një proces dhe ka përfundu një amanet. Gjithmonë, amaneti dëshmorëve do të na ndjek hap pas hapi nga do që shkojmë dhe çfarëdo që bëjmë. Ne jemi të gatshëm që për çdo eventualitet të përgjigjemi çfarëdo kërcënimi dhe çfarëdo rreziku që mund t'i kanoset popullit ton, familjeve dhe neve sigurisht t'i përgjigjemi me të njëjtën monedhë ashtu siç mund të jetë edhe kërcënimi. Unë në këtë 25 vjetor kam një motivim plus për shkak se përderisa jemi një popull që nderojmë dëshmorët e kombit, jemi mirënjohës për gjithat kontribut të cilin e kanë dhënë njerëz brez pas brezi, jemi mirënjohës për gjithat kontribut që kanë dhënë njerëz pas konfliktit 2001, prandaj jam i bindur se do të jemi mirënjohës, por do të kemi vullnet dhe motivim për t'ju dalë përpara dhe për t'u ballafaqu me gjitha sfidat të cilat mund t'i kemi përpara. Unë ju përshëndes, ju falenderoj që na keni ndjek deri më tani, shpresoj që të na ndjekni edhe më të tjerë në aktivitetet tona për kujtimor të atyre që kanë dhënë më shumti për ne dhe njëkohësisht ju falenderoj për prezencën e sotshme. Faleminderit, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi veprës së tyre. Në këtë përkujtim morën pjesë edhe ish luftëtar dhe komandant nga Kosova, të cilët kujtuan bashkëpunimin dhe mbështetjen që shqiptarët kishin në atë periudhë. Njëri prej komandantëve nga Kosova, Bedri Lapashtica, theksoi rëndësinë e unitetit dhe bashkëpunimit mes shqiptarëve në të gjitha trojet. Jemi sot këtu në 25 vjetorin e krismës së parë të lirisë, së bashku me familjet e dëshmorëve, bashkëluftëtar, qytetar të shumë, për të kujtuar fillimin e një rezistence të armatosur në malësinë e Sharrit.
të trimruar nga ata që na frymëzuan, ne patëm fatin të ishëm pjesë e njësive të ushtrisë shqiptare kombëtare, ku i pam djemtë dhe vajzat më të mirë të vendit në mënyrë vullnetare të dalun nga xhiri i popullit, ju bashkuan rreshtave të lirisë me guximin dhe vullnetin më të madh në mbrojtje të vendit dhe të drejtave të tyre që u takojnë. Kjo tregon më së miri se populli shqiptar ditë të bashkohet në momente të rëndësishme para një rreziku që i shfaqet përballë. Duhet të dimë edhe sot të bashkohen, sidomos klasa politike, duke i lënë me një anë natët primitive karshi interesave të përgjithshme për të cilat brez pas brezi punuan, luftuan, që sot ne t'jemi krenar në vendin tonë. Le të kuptojnë secili se përgjegjësia bjen mbi të gjithë ata që për interesat e ngushta dëmtojnë interesin qytetar. Sot na mungojnë shumë bashkëluftëtarë që ishin së bashku në vijat e para të frontit. Sot po na mungojnë edhe ata që po mbahen në përburgjet padrejtësisht, e sidomos nga gjykata e Hagës që u krijua me akuzat e fabrikuara, shpifje, njerëz të ligë dhe të manipuluar nga qarqe të ndryshme që nuk ja dojnë vendin, që nuk ja dojnë të mirën vendin. Këto janë sfidat që ne do të dim t'i kalojmë, sepse kështu në mësuan dëshmorët, kështu kaluam në për etapat të ndryshme të historisë, dhe sot populli shqiptar është faktoris i rëndësishëm stabiliteti në rajon. Pranverat shqiptare do t'i kujtojmë gjithmonë me nder dhe krenari, se bashku me lavdinë e dëshmorëve që dhanë jetën për liri. Lavdi, faleminderit. Përveç pjesës përkujtimore, aktiviteti u shoqërua edhe me një program simbolik, kulturor dhe edukativ. Nxënës të shkollës fillore Rilindja interpretuan recitime kushtuar dëshmorëve dhe luftëtarëve të vitit 2001. Omer Shabani, heroi Selcës, në Selcën ton me male krenare, u rit Omeri trimiral, me gjakun e tij e shkroi historinë, që ne të gjithë dhe jetojmë të lirë, kur toka shqiptare të thiri, til më mbro me ltrimi, ti sufshehe për idole bal, që ne të gjithë sot të ndjehemi krenar, lavdi dëshmorve të adhe. Mirë dita fëmi, mirë dita mosuese, sot kemi një ditë të veçantë. E dini çfarë festë është sot? Po, festa e flamurit 28 nëntori. Mësuese, a mundet ta them një vjershë për Shqipërinë? Po, era patjetër. Një piskan tokën ka lëkundur, kërkon shqipja djem të humbur. Kur nana thëret djalis përgjigjet, zemra e nanës flak po digjet. Kur në lokja i canë pirit, shkrep rufejën kuk qelit. Në kuadër të programit artistik, nxënësit interpretuan edhe valle tradicionale shqiptare, duke sjellë një atmosferë emocionale dhe një mesazh simbolik për vazhdimsinë e kujtesës historike tek brezat e rinj.
Gjatë ceremonisë, Këshilli Organizativ ndau edhe mirënjohje për disa vendbanime të komunave rurale në Tetov, në shenjë respekti dhe vlerësimi për kontributin dhe mbështetjen e tyre gjatë luftës së vitit 2001. Ceremonia përkujtimore u përmbyll me humazhe dhe vendosje kurorash me lule pranë varreve të dëshmorëve të vitit 2001, të cilët prehen në kalan e qendresës.